Përplasja me Trump nuk ndalet. Kundër përgjigja e Melonit, sulme pa asnjë kuptim ndaj meje. Kryeministra italiane Giorgia Meloni ka reaguar ashpër ndaj deklaratave të Donald Trump, duke i cilësuar ato si sulme të vazhdueshme dhe të provokuara pa asnjë kuptim. Në përgjigjen e saj, Meloni hodhe poshtë pretendimet se populariteti i saj varet nga marrëdhënia me ish-presidentin amerikan, duke theksuar se mbështetja që gëzon Itali lidhet me mbrojtjen e interesave kombëtare të vendit. Populariteti im varet nga aftësia ime për të mbrojtur interesin kombëtar italian dhe kjo është pikërisht ajo që kam bërë gjithmonë, deklaroi Meloni, duke ju referuar dhe çështjes së përdorimit bazave ushtarake amerikane në Itali. Meloni nënvizoi se ato funksionojnë mbi bazën e marrëveshjeve të respektuara nga të dyja palët dhe se këto marrëveshje nuk mund të shkelen. Italia mbetet një shtet sovran, theksoi kryeministria italiane. Në fund të reagimit të saj, Meloni dërgoi një mesazh të drejtë Trumpit. Populariteti im nuk është shqetësimi yt, të sugjeroi të përqendrohesh tek i yti. Deklarata e Trump që ngjalli reagimin e ashpërt Melonit, kryeministria italiane Giorgia Meloni më kërkoi vazhdimisht një foto me mua gjatë samitit të G7-s në Francë. Ajo po ecën keq në Itali me nivelin e popularitetit të saj, sepse i mohoi Shteteve të Bashkuara të Amerikës një vendim që mbron Italinë. Kur erdhi puna për të ndalur Iranin të siguroj ose zhvilloj armë bërthamore, ajo nuk na lejoi as të përdorim pistat dhe aeroportet italiane. Tani, pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës mposhti ushtarakisht Iranin, ajo dëshiron të bëhet sërish mike me mua për të rritur popularitetin e saj. Jo, faleminderit.